Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Sot ka nisur dita me pozitivitet brenda shtëpisë. Banorët kanë një sfidë nga vllau i madh që nuk duhet të reagojnë. Në fakt është një ndër sfidat më të rënda që mund të ndodhen në këtë shtëpi sepse kemi parë në për Big Brotherat e tjerë që u kanë ardhur familjar edhe nuk kanë patur mundësinë dhe nuk kanë patur fatin që t'i shikojnë, nuk kanë patur fatin që t'i takojnë, nuk kanë patur fatin që t'u thonë një fjalë. Do me thënë do t'jetë interesante, unë e di që vllau i madh në këtë rast do ta sprovon gjestin shumë në këtë sfidën duke i sjell ndoshta edhe babain e tij, zotëri Tonin apo zonjën Sebahat, që gjesti mos mundet dot ta përqafon, por edhe tek banorët e tjerë zakonisht që janë shumë të ndjeshëm, mund të ndodhen që edhe Gerta në këtë pikë të lojës të surprizohet nga surpriza e madhe që pret nga djali i saj. Do me thënë, banorja e parë, e cila apo surpriza e parë që hyri në shtëpinë e Big Brotherit ishte Egla Ceno, ish fituese e Big Brotherit vitin e kaluar, një vajzë e cila ka fol hapur azi dhe ka thënë hapur gjërat në shtëpinë e Big Brotherit, pati fatin që ta viziton këtë shtëpi nga brenda, pati fatin që ta jeton këtë momentin dhe çfarë ka bërë Egla. Egla vazhdon të jetë një lojtare shumë e fortë. Ajo ka puthur në buzë Laertin, do me thënë puthja që Laerti bëri me gjestin që u diskutua shumë dhe krijoi një dinamike dhe një ngjarje që me patjetër tani do krijon menjëherë një diskutim brenda në shtëpi mes Laertit edhe Valbonës, filloi që të krijon një lloj debati apo një lloj humori në momentin që Egla u largua që gjesti i thonte Laerti është shumë i preferuar dhe vajzat vdesin të puthin në buzë dhe të takojnë. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj, si u duket kjo provë nga vllau i madh dhe si mendoni se banorët do ta përballojnë këtë gjë?